është e vështirë që të përballen argumentat edhe të pranohen argumentat e njëri tjetrit. Unë nuk kam dëgjuar kënd që të thotë që në Shqipëri nuk pastrohen parat pista. Në qoftë se ka dalë ndonjëri që thotë që nuk pastrohen parat pista, pastaj duhet jetë anormal. Sepse nuk ka vend në Europë apo në botë ku nuk pastrohen parat pista. Edhe një vend, e thash edhe paradite këtë gjë, edhe një shtet që është mua atje në mes të Italisë, Vatikani, ishte në listën gri, pikërisht për pastrimin e parave të pista. Ja urdhroja. Nuk e bën dot këtë debat, sill sa duash fakte, edhe jep sa të duash argumenta, nuk është e vështirë. Biles edhe po t'i thuash, po ore ti si e ke blerë shtëpinë, e ke blerë të gatshme apo e ke blerë në grop? Edhe pse e ka blerë në grop dhe e ka financuar vetë atë shtëpinë derisa ka vajtur në kat 15, 16, 17, 9, 8 e tjerë me radhë, do thot prapë e ka blerë të gatshme. Nuk është e pamundur sepse është kthyer në një debat politik. Është e kot, thuaj sa dush që janë angazhuar një mori me institucione që merren pikërisht me këtë problem, e të përballen me këtë problematik. Lexo sa duash raporte, rreshta në to, cilat thonë që po është bërë një progres, është shënuar një progres, keni dalë nga lista gri dhe duhet vazhdoni të përforconi legjislacionin dhe aktet konkrete të agjencive lisbatuese në këtë drejtim, prapë është e kotë, ju vazhdoni ta bëni këtë gjë e kështu me radhë, ose do gjendet një organizatë tjetër atje, një OJF që do thotë të kundërtën e kësaj gjëje apo të mbështet të kundërtën e kësaj gjëje. Jo, unë vazhdoj të them po në Shqipëri pastrohen parat pista. Nga mëngjesi deri në mbrëmje. Dhe asë mohon do të kërkush këtë gjë. Po ama që ka akte të qarta të agjencive që ligji ka ngarkuar të merr me këtë fenomen, po ka. Ka, siç ka Agjencia për Ndalimit të Pastrimit të Parave, kallëzime në drejtim të institucioneve të akuzës lidhur pikërisht me pastrimin e parave, madje edhe në sektorin e ndërtimit, edhe atje. Ka akte të qarta, kallëzime të qarta pikërisht për këtë fenomen, apo për kompani, apo për pronar kompanish që merren me këtë gjë dhe infiltrojnë edhe në sektorin e ndërtimit para të pista. Pra kjo është e qartë, është evidente. A duhet ushtrojë Parlamenti kontroll mbi këto institucione për të forcuar pikërisht të luftë? Po, duhet ta ushtrojë. E të zhvillojë rolin e vet pikërisht në këtë aspekt. Për të detyruar institucionet që të shkojnë deri në fund këtij fenomeni. A duhet kontrolloj dhe institucionet e tjera që përfshihen në vendimarrje në raport me parandalimin dhe pastrimin e parave të pista? Po, duhet ushtrohet kontroll, madje edhe mbi qeverinë, edhe mbi agjencitë e qeverisë, po të ushtrohet kontroll nga mëngjesi deri në mbrëmje për këtë gjë. Kjo kërkohet. Dhe s'ka asnjë të keqe këtu, edhe kur opozita e kërkon këtë në mënyrë të qartë, edhe në sallën e parlamentit dhe jashtë parlamentit në këtë aspekt. S'ka asnjë gjë për të fshehur. Ky është një fenomen që ekziston kudo. Ja ku e keni Italinë Matan atje, ku i pastron mafia italiane, duke filluar nga Dragheta, Cosa Nostra, Camorra e tjerë me radhë, ku i pastrojnë parat? Në Itali i pastrojnë parat, në veri të Italisë. A luftohet ky fenomen? Po luftohet. Të gjitha institucionet bëhen bashkë për të luftuar institucionet. Ku pastrohen Dragheta prap para? Po në Gjermani ka pastruar. Referoni autoriteteve gjermane për betejën që bëjnë agjencitë atje kundër parave të pistat në Draghetës në atë territor. Po ku pastrojnë prap? Në Holland pastrojnë prap. Dhe që ndodh atje, ndodhi njëri fenomen, angazhohen agjencitë ta luftojnë këtë fenomen. Ne ishim në listën gri se kishim masa të pamjaftueshme, qoftë në aspektin ligjor, qoftë në aspektin konkret, të goditjes këtij fenomeni në territor. Kemi dalë nga ajo lista gri, pikërisht se kemi plotësuar legjislacionin dhe kemi ndërmarrë masa konkrete në këtë aspekt. A duhet të shkojmë më tej? Po patjetër që duhet të shkojmë më tej. Duhet të shkojmë më tej, po ky është një proces normal që duhet të angazhohet gjitha agjencitë lisbatuese në këtë vend për të bërë këtë gjë, për ta bërë këtë betejë. Unë e gjej me plot të drejtë edhe kërkesën e të gjithëve këtu më, edhe të opozitës, edhe të pozitës, po të doni që të mbrohet ekonomia nga filtrimi i parave të pista. Po patjetër, duhet ndodhi dhe kjo gjë. Dhe gjitha institucionet duhet jenë raport para kuvendit pikërisht për të thënë se çfarë kanë bërë, si e kanë bërë dhe cili është rezultati konkret i këtyre veprimeve. Po kjo historia tani që ju jeni kundër
pastrimit të parave, dhe kjo pala kthej është pro pastrimit të parave, nuk shkon. Me thënë drejtën tani, ajtë kontrollosh cilin doj që hyn në një sektor të ekonomisë dhe thot duhet bëj aktivitet privat, edhe duhet fitoj para. Gjën dot. Ku të doni juve? Ku të doni juve në cilin sektor? Sepse në fund fare vjen përballë dhe thot po ekonomi tregu është dhe do bëj aktivitetin tim. Apo agjencitë e shtetit kanë për detyrë të vigjilojnë aktivitetin e kujdo. Dhe cili do që pretendon që i cënohet liria ekonomike në këtë vend nga kontrolli, siç u tha këtu pak më përpara, apo nga detyrimi për të raportuar, veçanërisht kur ka qenë subjekt kohë pas kohe, edhe i agjencisë për nderimit pastrimit parave nuk shkon. Nuk shkon. Çfarë do me thënë keni mbushur me burokraci apo keni mbytur me burokraci noterët? Por noterët janë elementi kyç në transaksionet e pasurisë paluajtshme. Janë elementi kyç. Çdo më thënë që këta janë mbytur nga burokracia, më këta duhet raportojnë. Ndryshe si ta bëjë ajo agjencia e parandalimit pastrimit parave detyrën e saj? Po bankat nuk e kanë këtë detyrë, po e kanë bankat këtë detyrë. E çdo më thënë që janë mbytur me burokraci bankat kur duhet raportojnë për këtë fenomen? Çfarë do më thënë? Do të thënë kjo është një betejë që nuk bëhet vetëm. Kjo është një betejë që nuk e bën dot as një ministër as dy ministra, po doni. Kjo është një betejë që duhet ta bëjnë gjithë agjencitë që ligji ka ngarkuar për ta bërë këtë betejë, që kanë detyrim ligjor dhe kanë detyrim ligjor të përditshëm. Dhe duhet ta kenë edhe të matshëm, me thënë drejtën. Duhet ta kenë edhe të matshëm. Çfarë ke bërë në harkun e një viti? Çfarë ke zbuluar në harkun e një viti? Dhe çfarë ke denoncuar në harkun e një viti? Çfarë ke kallëzuar dhe çfarë ke ndjekur deri në fund në harkun e një viti? Dhe normalisht parlamenti duhet bëjë rolin e vet për të kontrolluar apo për të bërë të matshme punën e këtyre institucioneve që i ngarkon ligji për parandalimin dhe pastrimin e parave. Dhe në fund, një gjë kam unë. Shifrat e kreditimit në këtë vend kanë filluar të rriten dhe po shkojnë vit për vit edhe më lart, edhe që kanë të bëjnë drejt për drejt edhe me sektorin e pasurive të patundshme, po që kanë të bëjnë drejt për drejt edhe me financimin e sektorit turizmit. Edhe duhet kemi parasysh një gjë, që kur themi në harkun e një viti janë 300, 350, 400 milion euro kredi të dhëna, në harkun e 2 viteve shkojnë 700, 800 e kështu me radhë, keni parasysh që një kull nuk bëhet brenda një dite, nuk bëhet brenda një viti. Po duhen të parin 5, 6 vjet, 7 vjet të më radhë. Është një shpenzim që nuk llogaritet i plot në vitin e parë, po llogaritet vit për vit derisa mbrin në maj apo derisa përfundon edhe bëhet efektive me lejen e shfrytëzimit të saj. Në këtë aspekt, po patjetër që bëhet edhe më i lehtë kontrolli, po natyrisht bëhet edhe më i lehtë argumenti që parat e kredive po financojnë edhe pasuritë e paluajtshme. Ashtu siç investimet e huaja direkte po drejtohen në pasuri të paluajtshme. Të dhënat Bankës së Shqipërisë flasin qartë për këtë aspekt, apo ka një argument tjetër, a duhet që investimet e huaja të përqendrohen në një mas 30-33% vetëm në këtë sektor, në sektorin e pasurive të paluajtshme, po ky është debat ekonomik që duhet ta bëjmë, dhe natyrisht duhet i japim hapësirë të gjithë sektorëve tjerë të ekonomisë që përfithin investimet huaja. Edhe jo vetëm sektori i pasurive paluajtshme të jetë kaq atraktiv edhe për të huajt që duan të blejnë apo të zotrojnë pasuritë paluajtshme në këtë vend. Për ta mbyllur, ligji kemi përpara ka një dimension komplet tjetër, përmirëson definicionet në raport me luftën kundër parave të pista në sektorin që financojnë terrorizmin apo luftrat e kështu me radhë. Por ndërkohë, ligji nuk pengon kërkënd që të ushtrojë kontroll edhe nga parlamenti përkundrejt agjencive ligjbatuese për të përmbushur detyrimet e tyre ligjore nga fillimi deri në fund. Faleminderit.